الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Ta'ala falenderoj për Allahun të falje kërkoj. Salavat dhe salamu mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të nderuar, shokët e tij të respektuar dhe gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Jemi duke folur për sjelljen e pejgamberit ose moralin e tij, edukatën e tij me njerëz që e kanë rrethu. Dhe sot inshallah do të vazhdojmë me folë se si pejgamberi alayhi salam ka qenë njëri prej temave, se në disa tema, po prej tyre se si pejgamberi sa ka qenë njëri që nuk i ka harru të mirat e njerëzve edhe mas shumë vitesh. Prej rasteve që secili që lexon jetë shkrimin e pejgamberit alayhi salam e has është vlerën e madhe që ka gëzu Khadija radiallahu anha edhe pas vdekjes tina. Aisha radiallahu anha thot ma ghirtu min mra'atin mimma ghirtu min Khadija, nuk kum gjelezu në i gru që shkum gjelezu në Khadijen. Edhe pse normal që Khadijen se kam rriheq, nashta dhe së kun gjallë ose kun një vjetë ose dy, kur ka dek Khadija radiallahu anha, ka qenë e vogël dhe nuk e ka taku kur. E pse ka gjelezun të Aisha radiallahu anha? Për shkak se pejgamberi alayhis salam e ka përmend shumë. Në herë Hawla, motra e Khadijës radiallahu anha, ka ardhur me vizitu në shtëpi. Ka trokit në derë, edhe formën që ka trokit, zakonisht edhe vllaznit edhe motrat i kanë do sanet përbashkëta. E ka pas njëjtë me Khadijën radiallahu anha. Pejgamberi sallam kur e ka nijat formë trokitjes, e ka po të hy, ka kajt shumë, ka thonë ma kujtove Khadijën radiallahu anha. Pra si ja ka harru edhe mas dikon 70 vjetë, 10 vjetë mas si ka vdek, se ka harru mirësin e sajna. Po ashtu edhe mirësin e shokëve të vetë që kanë vdek, i ka kujtu shpesh kur filone edhe jetën, e filone edhe jetën, ndërsa sot vllazni fatkesisht jetojnë në një kohë që njerëz po përdoren si shkollë për më mri, ndërsa vlera aty në po humb. Shumë njerëz tash edhe në kohën e fundit që jena, në ditët e fundit nashta ki vlerë të ai derisa ka nevojë për ty. Po sa që arrin ato që ai e synon, ma ty nuk trajton, as nuk të shas, nuk të përgjigjet, as nuk sillet, as që shka bo ma heret. Për këtë shak do të me lexu vazhdimisht mbi jetën e pejgamberit alayhis salam, për me pa se si ka trajtu tjertë edhe si nuk i ka harru tjertë. Zakonisht sot mirësia ndaj njerëzve rrallë përmenet, e sidomos mirësia e imanit. Për shembull ka njerëz që nëse ja ke dhënë ai sadak ta përmend, atë vallahi ma ka dhënë këto, ju kanë ngushtë. Po rrallë herë e një ndikon të thonë, ju kanë fort kesh në devijim, filan dersja, filan libre, filan vllau xhamatja, u bo shkak që më udhëzu e me shu rahmetën ta. Dihet mirë se Omeri, pa dhe krejt sahabë tjerë radiallahu anhum ejma'in, ato ditë që i kanë kalu në kofër, një farë mënyre ju në frigu shumë për to. Kanë thonë, mëna pas marë shpirtin Allah në atë gjendje që këshëm bo. Ndaj nuk ka shumë vlerë ndaj ati që të thirë në rrugë të mirë, qoftë nanë, qoftë babë, qoftë lau, motër, hoqë, gjemat, liber, nuk përmenet shumë vlera njerëzve. Më mundu me shtim praktik, mirësia njerëzve, përmenja mirësive tyne, veç të shton vlerën. Zaten kur dikush flet mirë për mësuesat e vet, për familjarët e vet, rrethin e vet, njerëzit e vet,
thonë kë njëre pjade ka vlerën atyne që kanë kontribu këmarë në qëtë pozit. Se asë kush prej neve nuk është i pavarur me thonë që prej fillimit unë veç veti këmë bo, kërkush së më ka një mu, s'mënit me thonë kërkush. Asë një prej neve, që të gjuhë që e flasëm ju më bo shkak nana, baba, familjarët, edukatën ju më bo shkak ata, e shkollën ju më bo shkak ata, e shumë gjana tjera. Ndaj më mënu më konë rëbë falenderos, ndaj Zotit, po edhe ndaj njerëzve, se pejgamberi a.s. thotë, men nem yashkurullah, men nem yashkurun nas, nem yashkurullah. Ai që s'den me falenderu njerëz, i tillë s'den me falenderu as Allahun. Ai që s'ja vlen mirësinë njerëzve, s'ja den as mirësinë Zotit vetë dhul xhelal. Andaj më mënu, se kjo përveç i motivon tjerë, të motivon edhe ty, edhe të ngrit vlerën që njerëz që të rrethojnë me ja vdit mirësit. Që kjo Khadija radiallahu anha ka vdek. Ky rast ka ndonë vitin e 8 hijri, kur është liru Meka me haulen, pejgamberi së motrën e Khadijës, e ka kujtu mas 11 vjetës që ka vdek. Për vdekjes saj, edhe formën se që shka hy. Është mirë, ndërsa për prindë e tjerë është obligim. Ka orë në thera që shë përmen në librën Inqiratu Indel Qubur Khalali radiallahu anhu, e që e ka punu hoxha jonë Shekh Abdul Qadir Arnauti i Riu këtë që jetë në Kosovë. Ato përmenë shumë e thera që është selefi, ja u kanë këthyt mirën prindve, hoxhëllarve, njerëzve, të kënu Kur'an për ta. Zotën ardhë kush e kënon surën e Ikhlas 11 herë, për 1% vdekun, a i krenohet për atë varrosëve tjerë, që filanim ka shu hedije. I shkan aja hedije këndimit, edhe krenohet për atë varrosëve tjerë. Ka orë në këtë libër, për e thereve të selefit, sahabe, radiallahu anhum, dhe i më mënu një formës e tjetëne. Qoftë i përmen, qoftë lutë për ta, qoftë Allah sadak për ta, kjo për vdekun edhe për gjallë, është e njëjtë. Andaj çdo të mirë që e bujna, ndaj tjerëve, kjo nuk i bjen që neve na poshtërëm për kundrazi, na shton vlerën, nëse Zotën o thonë, i vleshme, din me vlerësu. Ndërsa pa vlerë, s'din me vlerësu, kërkon, se s'ka asë një vlerë që mën me ngritë mbi të vlerësim ndaj tjerëve. Prej gjona tjera që autori ka përmen, është edhe çështja se pejgamberi alayhis salam ka qenë shembulltyr në përullësi, ka qenë shumë i përullën, nuk ka qenë me një madhë, nuk ka pas ecje të vrasht, as shikim të vrasht, as qasje të vrasht, për kundrazi, ka qenë njeri i thjesht, që që këna përmen në dersën e kanun, ka qenë atë shumë i turp shumë në raport me tjertë, so që si a jenu, si a rej, ke fjallë është për në kohët e kalunës, se ta shumë prish ke farë kjo Muhammed, po para 5-6 vjetë kur është shku s'parin, ose o turpru fort, që është o turpru për jamere së nëm prej njerëzve, ka orë marë shumë, e kje ka bu me qenë gjithë i për ullën, edhe një farmënyre mos më bu, ndaj ty në kur i vrasht për kundra zë qysh Allahu ardhënon vë khvid gjenaha kelimen një të bake min el mu'minin dhe je i për ullën për krejt ata besimtar që të kanë besu edhe të kanë marë si shembulltyr në jetën e vetë. Andaj pejgamberi ka raste kur e ka marrë një vajzë të vogël edhe ja ka kry detyrat, kërkesat e saj, ka thonë i dërgoni Zotit, hajde më bo një farë lodre me lej, o shku e ka marrë për dore, e filoni më ka marrë në shtau, a di që ka shku me të me marrë, o silë rreth Medinës të ja kry nevojat një vajzë të re. Krejt kja të regan se kë njeri, edhe pse konë kryetar shteti, pejgamberi Allahut, njeri ma i vleshëm, ka qenë misionar në davet, e ka poshë si pjesë davetit edhe kujdesin për tjerë, edhe respektin ndaj tjerëve, edhe një farë mundësinë e madhe që je praktikisht në davet sjellja e përullja e mirë me njerëz të tjerë. Ka ndodhur shpesh që pejgamberi alayhis salam
i ka mjel delet. Kur kanë qenë një mes, ushu i ka mjel delet. Ose në shtëpi i ka kry dë punë si qepjen e nallëve, ose rrobave, ose kështu me radhë. Pra punë që ka pas mundësi mi bo, nuk ka nejtë me thonë që jam pejgamber, ose jam kryetar i shtetit, ose po ushu edhe i ka kry pa asnjë përtesë. E rasti më i mirë është edhe në xhami, kur pejgamberi alayhis salam ka bardh gur për më marru xhamia, e pastaj ato tullat prej lloçe balte që i kanë bo për mi vendos në muri, i ka bardh edhe i ka shu, apo edhe në hendek ku ka marrë pjesë në hapjen e hendekut, edhe kur s'kan mujt tjert se rastin e atij gurit madh që s'kan mujt me e largu me thy, pejgamberi alayhis salam vetë ka kap edhe ka thy, së dihet që ka qenë më i fortë se 40 burra. Ka pas forcë sa 40 burra të fortë. Zatën e herë thojnë e ka kap Omerin bel, e ka qitë në tokë prej shtrëngimit madh që ka bo. Omeri me gjithat forcë trupore që ka pas, s'ka mujt mi bo ball shtrëngimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë fizikisht shumë i fortë. E për këtë shkak ky i dërguar është shembull në çdo aspekt në raport me neve, ndaj edhe na. Ajo që mujna me përfitu është që punë që mujna me bo qoftë në edukim në fëmijëve, me dërgu në shkollë, me marrë në përkurse ndryshme, mos sill mirë me fëmijët, me u kry në punë, mos më pritu, me bo si shejt davetit, me i quna i konë kur janë smut. Shpesh herë kur ja bën najt mirë dikuj e të vetë, e pse kjo mahnitet, thuj pse unë jam musliman, kështu na mëson feja. Më ka ndodhur shpesh me përdor, e na bëjshëm po dhe na jena musliman. E bëjshë mu mëson feja qështu. Edhe me shqikasht e kryn obligimin të ndaj tjerë. Andaj më mënu me përdor vazhdimisht mirësin, se pejgamberi Allahut alayhis salam thot nuk hin dikon botësia mirësia, vese e shkrin që është bukur e ban. E nuk hin dikon ashpërsia, arroganca, vese e prish. Krejt njerëz të dojnë njerën e sjellshëm. Ka njerëz që di që spajtohen në qëndrime me filanin, nështë ashtë shumë ashpër në qëndrime shkencore me ta, po thot morali tina na bën më turpru për ati. I moralsh. Gjithmonë ka me pas mos pajtime. Gjithmonë ka me pas njerëz për shkak që një numër ai vëlla ati është në nënën e 6. Edhe për i pozitës që është në nënën, për i pozitës që është 6, dy të kena me ven. Pse ti mbi bazën e dijes janë që të përfundim edhe ai, po kjo zbon më na armisu. Në ashtu është ndrimi i pozita, na lecën me kuptu njën e tjetërin. Andaj, ka mundësi që me ndikon spajtohesh, ki qëndrime ndryshme një aspekt me ta, po kjo mos më nashty me kont pa moralshëm, as arrogant ndaj ti, përveç se janë të raste kur është që ka dalë gjithë shka prej reglave dhe do të njerën me ja thonë ato që do të me ja thonë. Qoftë edhe në herë të ngritë zonën, kjo ka ndodhë edhe për pejgamberit alayhis salam, po jo me kast për me nënçmu, po për me drejtu. Se zatën, kjo çështja e edukimit njerëzve ngjason sikur puna e doktorëve. Ka disa smuja që ndoshta me një paracetamol njeri mjekuhet për isona. E bën Allah sebeb edhe qohet. Ka disa smuja që do të me thra flakt, dhimt, mlasje, kanceret e tjera, që ato me paracetamol nuk kryin punë. Ndaj ka njëherë e lyp me ashpërsi më marë, me smuj për më mjeku për isoj. Edhe pse dëmton trupin, dëmton fëshi e kështu më radhë, po e ka efektin e përmirësimit. Kështu është edhe ka herë dhe njerëz, dhe janë të butë ka laj. Ato smujat e zemrës s'ka nënë gjurëm të ata. Po dikunë fut shumë smuja, e do të pakmarën që ai me kuptu se o gabim. Andaj kjo është ajet që në mëson i dërguari jonë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka qenë edhe shembull në trimëri. Këto që thamë sjellja mirë, botësia, morali, përullësia tina nuk e ka bot ngratë. Se shumë njerëz të shkret e kuptojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i mirë, kështu që u ka qenë gjithë
i butë, apo kupton, në mënyrë si ngratë, si i gjorë. Ja, nuk është ashtu. Ka qenë i butë ku do të më konë i butë. Ka qenë i vështirë ku do të më konë i vështirë. Jo dini disa raste që pejgamberi sallam kur ka pasur ka tradhti, ka urdhnu më myt tradhtarët. Edhe janë shkruar në historinë islame këto raste s'ka çupe. Ka thonë këta persona që i përmend edhe nëse janë të kapën të varën për çabë mbytni. Sa kanë qenë në meq. Do të neve s'mund më nashti ose s'mund më na çujt dikush të vrasht nëse e nxojnë gjallë Miloševićin edhe mytën. Për shembull. Për marrë si shembull mos i ka vdek. Kjo nuk është shpërsi. Përkundra se butësia këtë zbën me konë, sa jo kriminal. Kështu ka qenë edhe pejgamberi sa ku ka qenë puna për shpërsi, nuk ka qenë kur i butë. Po ku ka qenë puna për butësi, nuk ka qenë kur i ashpër. Aliu radiallahu anhu kur fol për trimnin e pejgamberit sa për atë madhështinë e tij në karakter, thot prej lartit ka qenë shumë i ashpër. S'ke guxu me shkuti me qysh rrem për atjerve me nejt për ati. Qoftë muslimon ose jo muslimon. Ka pas karakter të fort. S'kalon ty me shku. Edhe këtë regimi që këna përmenë sa mere, kënë se ka dash me shku me vrau, kjo është i kot, është i shpikon, s'ka basiq. Se jo mere, po e bëjgjehli s'ka guxoft me atë gjumi dalë për para. Ka pas karakter të fort. Ka qenë fort trem. Në beteja të caktune, thonë, ka nga para neve me hapa, kënë rejtan me zhve, i pare ka qenë. S'ka ditë më trem. Në çështën e Uhudit, dihet që ashtë bo me ta, e kam bo një grobë karon të pejgamberi sallam, prej lartit i kam shumë në helmet, dhe helmeta ju ka ngull nofla. Të e godit shumë ju ka ngull nofla, so që ja ka thy dhëmt, u duft për me largu ato, s'kam pas mjetët të sodet, qysh jenë mënu me largu për mos me dëmtu, jenë mënu me largu me dhëm, Ebu Bekri e ka kop, të e ngrej helmetën ju kanë thy dhëmt. E ka kop Talha, ja ka largu, i ka thy dhëmt, për më fund e ka qliru pak atë helmetën. E këtë ka dhënë që s'ka qenë njeri i frigë, sa s'ka qenë njeri që i tutët kujtë për kundrazi. Krejtë një farë mënyre i kanë shku mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo nërë në Medinë thonë është dridhë toka shumë. Edhe krejtë janë frigu, e kanë pa pejgamberin alaihi salam të parin që o shu, edhe e ka lutë Allahun azza wa jall. Zatën kur e kanë baru i kanë thonë aso frigove, thëtë s'ka vend për frigë për pejgamberin Allahut. Në mënyrë, kja friga që në dunja ne kuptojna, kja s'ka egzistu taj. A ju ka frigu Allahut, po kryesa kur, me asë një shmim, me asë një rast. Aja friga ndaj tjetërit, s'ka qenë kur evidente të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zotin ka ecë pa truproja, ka ecë vetës, kanë tentuar disa herë me mbyt jehudit, po kur s'kanë tentuar, kur se kanë arrit me frigu. Jo e dinin me ke krejt kanë bu kundra. Edhe asë njerë ka thonë nëse djelën me qisën në kradja thonë, ka thonë nëse një shej pepe kësë s'ka pas vend për shantajë. Edhe pëse se hadith është i dëpt, po si ngjarje shumë e mirë njohën ndaj dietarë në aspektin e jetë shkrimit, argumentojnë edhe me hadithe dëpta, pas është shumë e njohën e kjo punë. Po është pejgamberi sallam ka qenë edhe shumë bujar. Kanë Nebiu sallallahu alaihi wasallam ajwadu an-nas. Ibn Abbas dhe pejgamberi sallam sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar. O ajwadu ma yakunu fi Ramadan, edhe mas shumë të bujaria të ishtohin në Ramazan, për shkak se e bashkë lexonte Kur'anin me Gjibrilin alayhi salam. Dhe njeri nëse dën me shtu bujarin, ilaçi kryesor është me lexu Kur'an. Kur'anin bën fisnik bujar ndaj tjerëve. Po ashtu Aisha radhiyallahu anha kur flet për bujarin e pejgamberit alayhis salam,
thot ka qenë bujar, sa që kanë thonë për të jep, sikur se s'ka frikë për varfënis. Që shumë jep, sa që nuk njihet që din më tullë për varfënis. E jo që bujnë ana, kër jepëm dhe të euro, shumë kalkulime, nafta, fëmija, libra, gruja, kja, ja i kena shumë, dhe i të nëzirëm dhe të euro, për kondraze. Për nga mere, sasërëm, s'ka ditë mu frigu. Zatën Meke, orë njëre ka pranu islamin, edhe ka post një lugin dele. Krejtja ka dhonë. Nasha 700, 1000 dele. Krejtja ka dhonë. Ka thonë këmi ka dhonë këtë njerëzve se Muhamedi, a.s. po jepke si mos më të korfi varfënis. Krejtja thëtë këmi ka dhonë që poshtë të ti. Tani thëtë njerë Ebu Dharët, ja Ebu Dharë, o Ebu Dharë. Nëse kodra e Uhudit kish me qenë krejt prej arit, kodra e Uhudit shumica që ne kanë Meke në Medine këni pa, është në Medine, është një varg mali madh shumë. Thot nëse kish qenë prej arit, krejt i kisha dhonë hakadha, edhe bën me dur qështu e këtë, dhe të s'kisha nojnë prej soj për veti, veso me lo borqen. Do më thonë, ashtë për veti kur gjë, edhe që ato, veç borçlive me o këthy ato, që është obligim, edhe krejt e kisha dhonë. Ndaj më mënu njeri, pe i kësojna mësojna që më kom pjesë e moralit të ndanja. Fshihur azi veçanërisht. Jenë da zarë famën me bu, një zarë të vogël, 10 euro, 20 euro, sa ki 50 euro, sa më rëndësi, mi pas 50.000 euro, për mi së në 1.000 euro, jo është. Në është kur s'kemi bu. Po më rëndësi që prej asoj që ki me dhonë. I kanë thonë Hasan el Basriut pse po jep ti vetë ki nevoj. Edhe Omer ibn Abdulazizit po ashtu. Thotë se kur nuk jepi në varfënis, s'jepi asë në pasuni. Dhonja nuk është vllazni cilësia tyne që kanë. Jo, dhonja cilësia tyne që dojnë. Jo tyne që kanë. Sigur se që është e dohonet, nuk pen me shipas një jaje, pen i gjënë dhe para i përdojnë, dyshy shëbën, edhe i varfën, edhe kur dojnë me dhonë. O është cilësia tyne që dojnë. Kësha këshilu vetën e juve, mi marrë dhe zarfat vogël, edhe me sot kish, 10, 20, 50, me këshu në i familje që ti e din që janë nevojtarë. Natën kur të rrët, me shkru prej Allahut, një është në pragë. Nër banes, nër shpi, edhe ecë, kryje punën tënë. Nështë të që ke arrit nga kry këtë nevojë të asoj familje. Po ti ke bu punën tënë. Si rast e im, asoj milingones, kër e kanë vendosë Ibrahimin a.s. në zjarë. E ka morë, më falë, bret kocës, e ka morë ujë dhe ka qinë zjarë. E s'ka mujt me fike, dhe përsa thojnë zjarën, 40 vjetë kanë bët drojt dhe kanë zjarë maj madhë që dhejës historit njërëzis. Ato me cisterna, mira, nashta milionat cisterna, ishtë dashtë për me shumë, e jo me bretkot. Po, aja me qatë mundësi mënu me shumë. Thët po, i kanë thonë krijesat tjera të s'mën e shumë zjarën, s'mën e fikse, shumë zjarë i madhë. Thët mu Allah, së më vete e ke fikë zjarën aja. Më vetë që ka ke bo për me fikë. Edhe neve s'na vetë Allah, a i kena kry krejt obligimet e mundshme nevojët e mundshme ndaj njerëzve aja. Na vetë ti shka ke bë për me kry dikuj në obligim, një nevoj. E din në Ramazan, veçanërisht, që ka të vartën, shko blejnë do bukë, 50 bukë, që ka shme ne blejnë, një avët, edhe thuj atina për zedhe ata të vartën, te i din që im jepja bukën falë. Vjena i vartën që blejnë sanet elementare, vaj, sheqer, krip. Këto sanet elementare din që s'ka bleqet të produkte, thuj ati të shqitores e jepja falë kur vjen e varë. Kena mundësi me bo diçka pak ma shumë. Për me bo mirë, do të me lanë keq. Ndaj që kjo është prej mirësis. Po ashtu vllaznin do të me di si sa ti bën Kaimi, se pasunia jonë nuk është ajo që na e kena.
po ajo që e jepun. Sa ajo që e kena mu pyet për ta. Ndërsa ajo që jepun kena mu shpërbly për ta. Ndaj kjo është konto e ahiretit. Qatë 50 euro që ti e vendosë në zarf, është një familje të varfën banes. Dije se ke qunë sigur në llogarinë tonë në xhenetit. Të ahiretit. Është konto. Edhe Allahu e bën 10 fish, dhe 50 fish. Mos të menet të rektin me Allahun me shifra. Ka shumë njerëz që jepën dhe t'i dhash dhe thënë në ashtë zoti mi qënë 100 euro. Në ashtë edhe t'i qënë. Po ti mos e lyp kështu. Se kuptimi i selefit që ai që jep ndaj hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah ja jep 10 din 100 fish, nuk është kuptimi që ti jep në dunjë. Hasan al-Basri dhe thot, është se ati që sot jam mëndëson Allahu me dhon 10, nesër kam jam mëndëson Allahu për me dhon për të 100. E nuk është që ty t'i jep 100, të jep i 10, sa Allahu t'i jep 100. Sa Allahu nuk e shpërblen çështjen që bëhet për hir tina me dunjë. Edhe kjo është vetë jeta pejgamberit alayhis salam. Ai krejtat kontribut, aja ka kthy në dunjë? Jo. Vdiq pejgamberi Allah të nuk la gjo përveç një shtoge, një rrobe, edhe një ibrigu që merr ka vdes. Shika këtë pasunia tina, ndërsa janë mburoja e luftës salate jehudia si hipotek. Që kishte marrë ka 10 grushta elb për familjarët e vetë. Nuk ja kthej në dunja. Mos lyp më ta kthej në dunja. Jo, jep për ahiret. Kur mos më nësh ato që e ke dhonë që nash Allah për mi hapë dyrt për që ato në i sa në dunjas. Pa rinaj pozita, pa rinaj. Jo. Ruje për ahiret. Jepe edhe harro. Kam njerëz që një personalisht veçanërisht në botën arabe që i thëshin e ke marru që të xhami, dhe ke vallahi së ti. Në xhami kish marru. E ju xhami të vogël, po xhami që 2-3 veta falën ta, bëj ke besë së ti. Të ke nashtonë së ti. Së s'ka qenë prioriteti tina me llogarit so po jep. Po ka qenë prioritet për që ato që po bën, a ja vlen. Është Allah ja vlen. Andaj kur mëso mashtron më aso zhurmave në botës moderne, kamerave, rrjetet sociale, njerëz me dit jo. Lesa mjafton që Allah e din, a i shpërblen. Për ndryshe, çdo tentativë që bëhet për me arrit kënaqësinë e njerëzve, në ditën e gjykimit ka ardhur në hadith se Allah ju thotë shkoni merrni prej atyre që keni bë të pashin çka më dhon. Nëse kena bë për me arrit kënaqësinë e njerëzve, filanet e filan pushtetet e filan lavdate që njerëz më thonë oj lëmi kë e kështu, kam na thonë s'keni të onë se keni bë për mua. Andaj është shumë rëndësi që na me pas pjesë për bërësët moralit tonë, të jetës tonë, pejgamberi se shumë këta shembuj, e lësë Allah më na falë më shiru për sot për kaq deri në një tjetër. Allah ju rujt. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.